Kandidatët për deputet të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Atir Doxha, Nada Daullia dhe Alta Azizi Aluci, kanë zhvilluar një takim në fshatin Lubonj të njësisë administrative armen të bashkisë së Selenicës. Në këtë takim, kandidatët për deputet kanë përcjell disa nga pikat e programit të Partisë Demokratike me në fokus bujqësinë dhe blegtorinë. Konkretisht, mbështetje financiare direkte për çdo njësi prodhimi bujqësor, për çdo kokë bagetie dhe çdo fitan të blerë nga fermerët, politika të garantuara për mbrojtjen sezonale të prodhimeve bujqësore, subvencionim i plot për naftën e përdorur në aktivitetet bujqësore deri në mbulimin e kostove reale, vendosjen e kufirit minimal jetik në 200 euro, sigurim që asnjë pension të mos jetë në pragun e dinjitetit prej 200 eurosh. Kandidatët për deputet të PD-ASHM janë shprehur se banorët e ndershëm dhe punëtorët të kësaj treve meritojnë një qeverisje që i dëgjon, i respekton dhe i ndihmon realisht. Këtë angazhim e mbart vetëm Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore.